Vllaznia do të rikthehet në fushë këtë denjë përballë Vorës në një sfidë që vjen në një moment delikat për skuadrën shkodrane, pas humbjes 0-1 ndaj Teutës dhe një seri rezultatesh jo pozitive në javët e fundit, ku çeblut kërkojnë me çdo kusht rikthimin tek fitoria për të shmangur thedhimin e krizës dhe për të mos humbur kontaktin me krahun e superiores. Ndryshimi i vendit të zhvillimit të ndeshjes për shkak të mosgatishmërisë së stadiumit të Vorës ka bërë që takimi i javës së 14 të luhet në Loro Boriçi, duke u dhënë shkodranëve një avantazh të lehtë, edhe pse në letër figurojnë si miq. Për këtë duel kundër Vorës, trajneri Martini ka marrë disa lajme të mira, kështu Ardit Krymi dhe Sid Sala që munguan kundër Teutës do të rikthehen në urdhërat e Martinit. Të dy mesfushorët kanë kaluar pezullimin e kartoneve dhe në këtë mënyrë do të jenë të gatshëm për të dhënë kontributin e tyre në këtë duel. Po ashtu të gatshëm për vllaznin për ndeshjen kundër Vorës do të jenë edhe Sherif Kallaku dhe sulmuesi Bismarck Charles, për të cilin u tha se e ka mbyllur vitin, por ata do të jenë në dispozicion të trajnerit Martini. E njëjta gjë vlen edhe për Esat Malen, i cili do të jetë edhe ai i gatshëm për ekipin e vllaznisë në këtë ndeshje. Për këtë duel, dy mungesat e vetme që do të jenë janë sulmuesi kosovar Lirim Kastrati, i pezulluar me karton, dhe mesfushori moldav Kristian Dros, i cili nuk e ka kaluar akoma dëmtimin që e ka mbajtur larg fushave për një periudhë të gjatë. Kjo është situata që i gjen 9 herë kampionet e Shqipërisë në prag të ndeshjes me Vorën, e cila nga ana e saj vjen në këtë transfert me objektivin e qartë për të marrë pikë në luftën për mbijetesë, duke shtuar edhe më shumë vështirësi në kësaj përballje për skuadrën e Edi Martinit.